Alba Story prezanton. Jam një grua 49 vjeçe, e për të treguar se çfarë ndodhi me drejtorin e burrit, me duhet të kthehem pas në kohë, sepse dua t'ju tregoj nga fillimi se si filloi dhe se çfarë bëm në fund. Dua t'ju tregoj gjithçka, sepse nuk është diçka që lindi brenda një dite, por pak nga pak me kalimin e viteve. Burri im ka 15 vite që punon në të njëjtën kompani. Është një firmë e madhe që merret me prodhimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve të aluminit. Puna e tij është shumë e lodhshme. Ai zgjohet çdo mëngjes, shkon në punë, merret me prerjen e materialeve, me ngarkimin e tyre dhe shpesh kthehet në shtëpi i mbuluar në djers. Gjatë gjithë këtyre viteve, ai ka qenë një punëtor i heshtur dhe i bindur, nga ata që nuk ankohen kurrë, por thjesht bëjnë detyrën e tyre për të mbajtur familjen. Drejtori i kësaj kompanie është një burr i mbajtur, shumë i suksesshëm dhe me një jetë krejt tjetër nga jona. Gjatë këtyre 15 viteve, unë kam pasur rastin ta shoh dhe ta njoh këtë njeri në raste të veçanta. Çdo vit, në përvjetorin e themelimit të kompanisë, drejtori organizonte një darkë të madhe për të gjithë punëtorët. Këto darka bëhen gjithmonë në restoranet e mira dhe ftesa vlen edhe për bashkëshortet e punëtorëve. Aty shkoja edhe unë bashkë me tim shoq. Unë jam një grua që kam ditur gjithmonë ta mbaj veten, pavarësisht hallëve të jetës apo moshës. Gjithmonë ato darka vishesha mirë, rregullohesha te parukierja dhe ulesha në tavolinën tonë pranë kolegëve të burrit. Gjatë gjithë këtyre viteve, sa herë që shkonim në këto festa, unë kisha vënë re diçka. Drejtori, edhe pse lëvizte tavolin me tavolin për të përshëndetur njerëzit, e gjente gjithmonë një mënyrë për ta mbajtur veshtrimin tek unë. E unë e shihja me një lloj admirimi, sepse ishte një burr me autoritet, i veshur gjithmonë me rroba të shtrenjta dhe kishte një qëndrim të rëndë. Edhe ai më shikonte shumë. Nuk flisnim, por kemi kaluar vite të tëra ku i vetmi komunikim mes nesh ishte vetëm një shikim i largët kur ai ngrinte gotën për të uruar tavolinat, ose kur kalonte rastësisht pranë nesh. Në ato vite kaq ishte, asgjë më shumë. Unë mendoja se ishte thjesht një pëlqim i heshtur që nuk do ta kalonte kurrë përtej atyre mureve të restoranit. Por gjërat ndryshuan në përvjetorin e fundit të kompanisë, krejt para pak kohësh. Darka ishte organizuar në një sallë të madhe. Muzika ishte e lartë, njerëzit po hanin, dikush po kërcente e dikush bisedonte me njëri tjetrin. Rreth mesit të mbrëmjes, burri im u ngrit nga tavolina. Ai doli jashtë bashkë me dy kolegët e tij për të ndenjur në ajër më të pastër. E unë mbeta vetëm në tavolinë për disa minuta. Në atë moment pash drejtorin tek ofrohej. Ai kishte qenë duke folur me dikë tjetër, por kur pa që burri im doli, erdhi drejt tavolinës sonë, e unë dal pranë karrigës sime. U përshëndetëm shkurt. Biseda nisi si diçka krejt e zakonshme për ushqimin dhe organizimin e festës, por papritur, ai ma ktheu bisedën diku tjetër. Kam një ankesë për ty, më tha ai duke qeshur. Nuk je duke e mbajtur burrin mirë kohëve të fundit, sepse po vjen shumë i lodhur në punë, më thaj dhe qeshi prap. Ishte një shaka me një nënkuptim shumë të qartë. E dija se ku do të dilte, por nuk u vura në siklet përkundrazi, vendosa t'i përgjigjem me të njëjtën monedhë. E po unë jam punëtore, i thash, kush ka punë me mua, patjetër që do të lodhet. Ai me dëgjoi dhe qeshi sërish, këtë herë qeshi me zëmë të lartë, me tha vetëm të lumt dhe u larguan nga tavolina
sepse nga momenti në moment pritej që burri im të kthehej. Ajo ishte vetmja bisede drejt për drejt që patëm atë natë. Festës i erdhi fundi, e ne u kthyem në shtëpi dhe jeta vazhdoi njësoj si zakonisht. Kur kaloi fiks një muaj nga jo darkë, unë e kisha harruar pothuajse atë bisedë, duke e marrë thjesht si një shaka mes të rriturve, por një pasdite, kur burri u kthyen nga puna, e kur la rrobat e punës, e ul në kuzhinë, ai filloi të më fliste diçka për punën. Drejtori më tha diçka sot, më thaj, e unë u ula për ballti që ta dëgjoja me sy e vesh hapur. Drejtori më tha që i duhet një pastruese në shtëpi. Gruaja e tij ka shkuar në Itali tek djali i tyre dhe do të rrijë atje për disa kohë. Nuk ka se kush e fshin shtëpinë dhe merret me punët e brendshme. Drejtori më pyeti nëse doje të shkoje ti t'ja pastroje ndonjë ditë, sepse paguan mirë, më tha burri. Shkoj unë, i thash, s'ka nevojë të gjej tjetër. Pse mos të fitoj ca legë dhe unë, me që ai paguan mirë. Prandaj të thash, më tha burri. Nesër në mëngjes, ai nuk ka punë zyrë, është në shtëpi, mund të shkosh atje dhe të merresh vesh për pastrimin. Mbrëmja kaloi, por unë mendoja vetëm për të nesërmen. Fakti që ai më kishte kërkuar pikërisht mua, gruan e njërit prej punëtorëve për t'i pastruar shtëpinë, më duk disi e çuditshme dhe më kujtoheshin ato biseda që kishin bërë para një muaji. Ai mund të gjente pastruese kudo në qytet me një telefonat e vetme, por më donte mua. Të nesërmen në mëngjes u bëra gati, u vesha thjesht, me rroba pune, por me rrobat e holla e të ngushta që më rrinin pas trupit. E mora çantën, e mora autobusin për të shkuar tek shtëpia e tij. Shtëpia e tij ishte një vile madhe. Kishte edhe pishin përballë. Ishte rrethuar me mure të larta e ishte larg zonës ku jetonim ne. Kur arrita tek dera i Razhiles, porta u hap, e eca përgjatë oborrit të shtruar, me gur dhe shkova tek dera kryesore. Drejtori doli vetë për të më hapur derën, e ai ishte i veshur përsëri me rroba të bukura. Mirëmëngjes, i thash, mirëmëngjes, më thaj, eja brenda. Hym në shtëpi, e sa po bëra hapat e parë në korridor, e pasaj në salon mbeta e habitur. Unë kisha shkuar me mendimin se do të gjeja një shtëpi të bërë rrëmuj, me rrobat e hedhura dhe pluhur, me që gruan nuk e kishte aty. Por gjeta të kundërten. Shtëpia ishte xiz, dyshemeja shkëlqente, orëndit ishin në vendin e vet, dritaret pra xhamat me të pastra dhe nuk kishte asnjë shenjë pa pastërtie gjekundi. Dukej sikur aty porsa kishte kaluar një ekip i tërë pastrimi. Pse erdha unë, i thash drejtorit. Kjo shtëpi qenë ka shumë e pastër, nuk kam çfarë të pastroj këtu. Ai ishte mbështetur tek dera salonit dhe me vështronte. Te mora vetëm nga që je punëtore, më tha ai dhe ma bëri me sy. Fjalët e tij më kthyen me një herë kujtesën tek biseda që kishin bërë një muaj më parë tek darka e firmës. E kuptova që e kishte fjalën fiks për atë shaka. Që nga ajo natë, më mbeti ajo fjalë në mendje, më thaj. Shpresoja shumë të vije sot. Unë qëndrova në këmbë pranë tavolinës së madhe të ngrënies. E nuk dija ç'ti thoja. Erdha, i thash, por nuk kam çfarë të punoj, s'mund të rri kot. Mos puno, thaj. Eja, rrim këtu, bëj muhabet, e shtym kohën pak. Po u desh ndonjë gjë e vogël e bën me vonë, më thoshte ai. Ishte një situatë ku fjalët nuk ishin më të nevojshme për të kuptuar qëllimin. Kuptova qartë sepse më kishte ftuar. Më duhet të bëja diçka për ta ndërruar atë situatë.
A do të gatuaj ndonjë gjë, e pyeta, me që je vetëm, ndoshta nuk ke çfarë të hash. Pse jo, thaj. Unë e lash çantën time mbi një karrikë e u nisa drejt kuzhinës. Kuzhina ishte e madhe, me një banak të gjatë mermeri, e unë shkova tek lavamani, lava duar dhe fillova të hap dollapet për të parë se çfarë kishte brenda. I mora disa perime dhe disa paku makarona, e vendosa të bëja diçka të thjeshtë dhe të shpejt. Xora tiganin, e vura mbi sobë dhe fillova të pres sjepën. Por në kuzhinë aty nuk isha vetëm. Drejtori kishte filluar që të vinte drejt kuzhinës, sepse atëherë lash në sallon. Ai erdhi pas meje dhe hyri në kuzhinë dhe më tha: "Kam dëshirë të shoh teksa gatuan." Unë nuk e ktheva kokën, vazhdova të prisja perimet e përqendruar tek puna ime, por e ndjeja praninë e tij që më ishte ofruar pranë. Dëgjova hapat që më vinin nga pas, e teksa unë hidhja qepën e tigan dhe po e trazoja me lugë, ndjeva që ju ofrua shpinën sime. Pastaj pa thënë asnjë fjalë tjetër, ndjeva buzët e tij mbi qafën time. Ishte një puthje e ngadalt nga ai. E lash lugën mbi banak, hoqa dorën nga tigani dhe u ktheva drejt tij. Por ç'ti thoja, isha në shtëpinë e tij. Ai bëri dhe një hap përpara, mi hodhi duart e me puthi në buzë. E kësaj radhe, bëra gabim ndoshta, por e putha dhe unë. E puthja jon vazhdoi aty, në kuzhinën e tij. Pas pak ai më kapi hopa me të dyja duart e me uli mbi atë mermerin e madh. E ne vazhdonim që të putheshim. Pastaj mund gjitë edhe me tepër, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjeni subscribe.